Zoti Islami, të rikthehemi sërish te pjesa e aktualitetit sa i përket çështjes së Belinda Ballukut, e cila më 28 janar, pra ditën e nesërme, Komisioni për Këshilli për Mandatet dhe Imunitetet do të shqyrtojë kërkesën e SPAK-ut nëse i hapet rrugë apo jo arrestimit të saj. Ju si mendoni, çfarë do të ndodhë ditën e nesërme? Nëse nuk gaboj, ceka pak në fillim këtë çështje me lidhur me ata deputetët e Komisionit të Mandateve, dhe megjithëse më bëre pyetjen prap, po ju drejtojmë prap njerëzisht si njerëz, si qytetar shqiptar. Qofse ata kanë ndjegje dhe shpirt shqiptar, realisht po them që nëse u dhimbset Shqipëria, nëse shikojnë që kjo zonë nëpërmjet bashkëpunimit kriminal, imoral, dhe amoral dhe imoral me kryeministrin, ata nesër duhet lejojnë SPAK-un që të bëjë detyrë. Qofse ata kanë, thashë një herë tjetër, shpirt shqiptar, edukat shqiptare, dashuri për vendin tonë, dashuri për ata mira njerëz që vdesin nëpër Evropë, sepse i shpërnguli dhe i përzuri ky kryeministruc që drejton Shqipërinë akoma, ata nesër duhet i thonë drejtësisë, po urdhëro, merre, bën punën tënde. Sepse nuk ka budalla në këtë botë që nuk e kupton këmbguljen e kryeministrucit për të mbrojtur hajduten. Çfarë ka më? Ore, është për të qeshur e për të qarës, për të bënë ulërimën. Si ore mbron hajduten ai me të gjitha mjetet e dhe vëdhe, gjithë semente e tij të shkojnë të mbrojnë atë mos heqjen e imunitetit të asaj. Çfarë bën kështu më? Më dopton punën e qeverisë, thot ai. Po këtë dhe t'ja thot një kalamanit klasës parë, jo mua. Qa do i të mëtoj, pse humi partia e ti për të vënë një zvëndës kryeministre tjetër? Jo, i dëmton vjedhjet, parat, milionat që ka vjedhur, të cilat i ka kthyer në bijuteri, në diamante, në gjevahiri dhe në flori. Ato i dëmton atia. Dhe prandaj bën gjitha të lufta ai, se ai sa ka vjedhur ai, as Alibaba si kishte vjedhur në kohën e Mesjetës. Pra, nuk mund të shmanget arrestimi i Ballukës. Thjesht çështje e orës dhe ditës. Unë prap i them gjykatës kushtetuese, keni kujdes. Jeni gjykatë kushtetuese në mbrojtjes së shtetit dhe të ligjit drejtë të Shqipërisë. Merrni një vendim njerëzor. Ashtu siç e mori gjykata kushtetuese në 2009 për marrëveshjen e detit 2010 kur ishte, ashtu të tregohet në lartësinë e duhur dhe kësaj radhe për të mbrojtur interesin kombëtar. Dhe nuk duhet të përlyhen me pislëqet dhe me ndyrësit që u hedh në tavolinë Edi Rama me Ballukën. Zoti Islami, të fokusohemi pak te raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në këtë rast, sa i përket çështjes së detit, ku duket se tashmë kjo bisedë mbahet e fshehur, po themi në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, dhe ende nuk ka një diskutim të hapur publik, edhe pse më parë u la që do dërgohej në Hag për të zgjidhur çështja e detit midis Shqipërisë dhe Greqisë. Çfarë po ndodh në këtë rast? Shqipërinë zotëri sot e mbron Amerika. Dhe Amerika nuk do lejoj të vinë grekët të na vinë na marrin bregdetin e Himarës dhe detin pjesën detare tonë. Dhe jam i sigurt, nuk e di, nuk kam gjë konkrete, por besoj absolutisht që Greqisë i ishte hequr veshi. Tak, e kanë kapur për veshi atë Mitsotakin dhe i kanë thënë, ku vetë ku çon mushk aty? Kush je ti që dashke të bësh ligjin aty? Se këtë gjë po të ishte trim. Mitsotaki e bën edhe me Turqinë, po Turqia i tregoi vendin. Edhe këtë kërkojnë që ta bëjmë me neve. Nuk do bëhet zotëri. Dhe marrëveshjet që bën Edi Rama me ta nënve, se janë grekët vazhdojnë në marrëveshjen që kanë bërë me Norngratën në 2009, në tetor të 2009 zotëri. Në prill të 2009 kur u bën gjelim ajo Bakojani, e motra e këtia. Motra e kryeministrit grek. Po, kur Lulzim Pasha firmosi marrëveshjen me Bakojanin. Që gojtë e liga ta din shqiptarët, në Greqi unë kam qenë atje dhe e flisin pothuajse hapur fare gazetarët grek,
që kjo Bakojani është e jëma e Mitsotakit, jo e motra. Që ta din, është e jëma. Megjithatë pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që ajo familje do me çdo kusht që të marrë atë det që u premtoi dhe që bëri marrëveshjen ai Sali Berisha dhe Lulzim Basha në 2009. Ajo marrëveshje siç e pa shkoi përfundoi në Shqipëri, përfundoi në Kosht Plerave. Por grekët e kanë miratuar në parlament dhe e pretendojnë nuk do arrijnë asnjë gjë sepse Shqipëria ka zot. Që politikanët tanë, jo politikanët, po shqipfolësit të shiturit, agentët, spionët, hajdutët, bakallarët e politikës shqiptare të këtyre 30 viteve kanë punuar kundër Shqipërisë. Kundër Shqipërisë, të tërë pa përjashtim. Dhe ka ardhur momenti që Shqipërisë dikush t'i dalë zot. Dhe ai që ka dalë zot sot është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shteti i madh amerikan. Dhe grekët nuk do bëjnë dot absolutisht asnjë gjë, nuk do hedhin dot asnjë hap në marrëdhëniet në lidhje me pretendimet e tyre që kanë në Shqipëri. Grekët pretendojnë dhe gënjejnë në mënyrë pa skrupull që kanë 500.000 minoritarë në Shqipëri, si i kanë apo si kanë 35-40.000. Ja që kanë lindur dhe fëmijë janë nështuar ata, do t'i vëmë 60.000. Kaq janë minoriteti grek në Shqipëri. Po dhe ata janë të ikur të tërë, s'kan vetur njeri. Dhe ata kanë ikur janë në Greqi. Kështu që Greqia përpiqet me çdo kusht që të duke quajtur himarën minoritet, gjë të cilën e pranoi dhe Sali Berisha që e quajti minoritet himarën, për turp të tij edhe për turpin e atyre që e rrethojnë, sepse himara nuk është minoritet dhe nuk na bëjnë dot minoritet bashkëtarët e mi, na Progonati, na Golëmi, na Kurvelesi, si për gjithandej që janë banorë të himarës, t'i quajnë minoritet. Ose malsorët e veriut që kanë zbritur që në kohë Skënderbeu dhe janë vendosur atje. Dhe shikojni se keni në hartën në muzeun historik në Kruj, keni hartën e vitit 1500, ku në Ballkan nuk figuron të emri grek i Gjikundi, kishte vetëm shqiptar. Dhe harta quhet Skënderbeu. Pra, Greqia vazhdimisht ka kërkuar, se Greqia, politika greke ka një gjë se unë e njoh mirë, se kam në një 15 vjet atje. Kërkon 10 që të marrë 1. Dhe shpreson që midis atyre qindra kërkesave që ka, të realizojë një. Asnjë nuk do realizojë. Është ndihmuar politika greke në Shqipëri, ishte bërë dhurat duke ngritur 2 bashki me Komisi greke. Finiqi dhe Edropullit, e Dervisianit. Zotëri, edhe këto do shuhen, do vi ora që do shuhen këto. Ne presim të bëhet bashkimi kombëtar në Shqipëri. Presim që Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Preshevë dhe Çamëria t'i bashkohen tërmut mënd. Dhe kjo do bëhet, se është plan i bërë këtu 100 vjet përpara. Do bëhet, jenë sigur shqiptarë që do bëhet. Kanë kohë që po na pin gjaku, e ka filluar luftën me neve që kur ata u bën shtet, dhe shteti bën arvanitët, ata suljotët, jo arvanitët, suljotët shqiptarë, të krishterët shqiptarë i bën shtet, i ke shikojnë në Areospagos, i kanë të gjithë herojtë e revolucionit grek janë të shqiptarë, pa përjashtim, të gjithë. Me Mjaulli, Bubulina, Kolokotroni, Karaiskaki, që ti them të tërë. Pra, dhe me njërë, kisha greke, ajo që është qendra, gropa septike që ka populli grek brenda në shtëpinë e tij dhe s'po e pastron dot, është ajo që e mban hapur armiqsinë dhe kërkesat për trullin shqiptare për të aneksuar Greqisë. Nuk do realizojë dot asnjë gjë. Më vjen keq që flas kështu për një institucion fetar, por pjesëtarët dhe drejtuesit e kishës greke janë thjesht shovinistë, agresorë të pa fytyrë. Ata vranë Papa Kristofor Bovanin, ata vranë Petroni Luarasin, do të thënë partë e tyre, kuptojmë, dhe ajo politikë vazhdon nga kisha greke. Atë kemi armikën në Greqi, kemi qytetarin grek. Qytetarët grek dhe fshatarët grek janë vëllezërit tanë në kuptimin e plot të fjalës, se e kemi provuar. I kemi provuar dhe i provojmë ditë për ditë. Janë me të vërtet njerëz të mrekullueshëm, se nuk ta hap njëri derën të fusin në shtëpi zotëri siç e bën ata. Por unë jam i detyruar që ta ndaj shapin nga sheqeri. Dhe jam i detyruar që të them një të vërtet të pamohueshme. Qytetarët grek nuk kanë asnjë lloj pretendimi
për trojës shqiptare. Thjesht dëgjojnë çfarë prallis ajo propaganda greke, çfarë u la trashëgimi ai hebreu Eleftheros Venizelos, edhe vazhdojnë kisha greka ata, po me qytetarët grek jo. Prandaj kam thënë, po deshet ju lutem, ju përgjërojmë juve gazetarëve, asnjë fjalë të keqe për qytetarin grek. Asnjë. Zoti Islami, çfarë pasurie fshihet nën detin shqiptar, pra që kufizohet me Greqinë dhe që Greqia është kaq shumë interesuar për shelfin detar? Të falenderit. Shumë të falenderit. Ta përsëris edhe një herë këtë sepse kam thënë para në një vit e sa. Dëgjoj zotëri, me daljen në dritë në shtyp të marrëveshjes Bakojani Basha, se ba për ba janë të dy, pash që në shtypin shqiptar në tetor të 2009 nuk thuhej asnjë fjalë për naftën që fshihet në shelfin detar të Shqipërisë, në tokë, në det. Kisha të regjistruar, se s'më detyroi njeri mua të regjistroj një bisedë në studio të një gazetari